tonë dhe përpjekjet e ati për arsim, ata neve deshim të bëjmë promovimin e këtyre fakteve historike të zhvillimit të popullit tonë, të arsimimit. Prandaj, duke mos i pasur të gjitha kushtet e lirisë, përpiqeshim që në mbledhje edhe në tubimin të atyre besimtarëve të cilët tubime në përshkolla me ata arsimtar të cilët ishin të ati ideali, edhe në ata njëkohësisht formulojmë citate të ndryshme prej çështjeve historike të arsimimit të popullit tonë, edhe në këtë mënyrë këto i trajtojmë edhe argëtoheshim duke paraqitur fakte të ndryshme të tilla të kaluarës që na çonte ka një përpjekje të cilin duhej ta bëjmë edhe neve të gjurmojmë, të lumtojmë nëpërmes të librave të që nuk kishin rënë në cenzurë, edhe në atë mënyrë të mundemi t'i vëmë në pah të gjitha ato vlera historike e të arsimimit të zhvillimit, që në këtë mënyrë ta formojmë atë nismën e kulturës të popullit tonë, ta bëjmë të dashur arsimin edhe shkollën shqipe, ashtu sikundër që e kanë pasur për shembull rilindësit tanë, në atë mënyrë që të mundemi ta bëjmë pronë të patundur të popullit edhe të grejmë brezin e ri, të dalë prej asaj errësirës, ignorancës që kishte kabluar të vendit, edhe të kuptojë marrë populli se me të vërtet edhe shqiptarët pas kishin historinë e vetë, edhe pas kishin vlerat e tyre historike të cilat të çojnë ka progresi, edhe do të munden sot a nesër që të arrijnë të arrijnë zhvillimit kulminant të erave historike të tij, edhe në këtë mënyrë të ngrenë brezat e ri, të cilët ani në të ardhmen do të bëhen flamurtar të zhvillimit edhe përparimit të vendit. Disi të them, me qenët e para, në fillim, ne ishim me shkollë të kryme normale, diçka ma tepër se të tjerit që ishin si arsimtarë. Edhe fillohëm në klasë të ulta isha arsimtarë, klasë të parë me 3 ishte atere, e dyta me 4. Ishte dëshire madhe për mu me nxansit të kesh punë, të punosh, të sillesh si duhet dhe ashtu. A keni patur probleme me pushtetin e asaj kohe? Jo, s'kam pas asi problem. Deri në kohën e fundit, kur erdh një parë ashtu në urdhë, ne i morën pasaportat, deshin na dënojnë, pse ne i regjistrojnë nxansit me i edhe u, për shembull. Ata kërkojnë sipas listës të zyrës Aslames, me ski, ne i shkruajmë mas punës juën. E atëre ne i morën pasaportat, deshin na dënojnë, por faleminderit prap u kthy puna edhe betëm, nuk patëm dënim. E tashmet sigurisht ma të mira janë tash, se kanë kushte ma të mira nxansit, shkollat, janë arsimtarët të kvalifikuar, por edhe atyre
me gjithat, me mundim të arsimtarve, me punën e jonë, më rrëjim sukseset mira. Arsimtarët më të mirë, Ministria e Arsimit të Tiranës i dërgoi në patrujet tona këti, që këshin marrë normalen e Elbasanit. Ne patëm fatin të vijë arsimtari ma i mirë në fshatin Sërbic, Mahmud Domani, prej Peshkopije, fshati Belov. Prej Peshkopije, fshati Belov. A ishte një ndër ma të mirit. Edhe erdhen në Kërqof disa, për tjefi shkojnë Dolencë, një ishte në Garon, në Tërvejt shkon ma mrapa, a ke ne pak ma para erdhaj. E të shtrojt pyetja pse arsimtarin ma të mirë, ky ishte ma i mirë Mahmud Domani, pse e pronë në Sërbic? Do të regoj në atë të shdo pak ma shkort dhe i bi. Sërbicën e morën si fshat gurbeqar. Kishte shumë në Rumuni, a që bashkëpunojnë me shkrimtarin shqiptar Azrenin. Edhe si punëtori ma i mirë, si bashkëpunëtor ma i mirë i Azrenit ishte Recep Novosela. Recep Novosela ma të vakët në selte edhe abetare prej Shqipëria i merite Azreni, i binte në Rumuni, në Bukuresht, edhe a i selte, thëmë, Recep Novosela, me medali gjyshi Baplaku Selimi Adilit, me medali një pi Sërbica, ju bo në minister ma vonë, pi Tuhejni Ramis Korobini, e ne vallaj një pi Zajazi na i binten apetare kështu. Aman ishin shumë nërtinës, si ti thome kështu, në të mshefët, se me të të kapnin sërbët, shkoj një juk. 57-58. Në punë jam pranuar vitin 58-59 si arsimtar, në fillim si mësues, se me ashtu dilnim në fillim, e masaj më ndë u regjistrova në shkollën e lartë pedagogjike edhe kreva grupin klasor. Në fillim kam punu në fshatin Cërvejc, 3 vjetë, e pas e kam shku në ushtri, atë kohë në mershin ushtarë, po e bëna vetëm 1 vit ushtarë, për shkak se i ki rekrutohë në atë shkollën e aty në oficirave që ishin në atë kohë, edhe nuk bëheshte më shumë se 1 vjet. Me ardhjen nga ushtria, u pranova në fshatin tim të në Zhobrin, pas aty në 3 vjetëve që punova në Cërvejc, edhe këtu i bëna 24 vjetë punë. Pas 24 vjetë punë, fejova djalin me një vajzë që kështë kry po ashtu grupin klasor i Sërbice, që ose keni të gjuhë Sherif Elimani. Edhe që të mos u thuaj ajo deri në Cërvejc, që u pranova ajo, bëjmë kërkesë që të ndërrojmë vendet e punës, unë shkova në vend të asaj në Cërvejc, ajo u ndalë këto në Zhubrin edhe punoj 13 vjetë derisa unë u pensionova edhe ajo shkuj në Zvicër mandin. Të shku preke shkolla fillore në kursin pedagogjik të shëqyve atyre. Me nga 3 muaj diplom, merë një diplom, por punoheshte shumë. Mandej kishte disa për atyne të cilët interesoheshin edhe pyetnin. Tu shpjeguam njëm, u tregojnjëm, e në qitë munën edhe ata të marrin diçka për të punohë me ndansit e tyre. Organizojnjëm një të ri që dullëm të atyne gjeneratave, se mbas me dullën edhe generatat tjera. Organizojnjëm disa prova praktike në përshkolla, në Sërbic, shkolla qendrore, në Strelc, në Cërvejc, në Zajas, e në ato
në mbledhje ashtu praktike, edhe prova praktike që mbajnim orë mësimi, aty ata përfitonjen, se si duhet, ku duhet. Edhe punoheshte ma shumë. Duket se pak që ma tepër punoheshte atër se ta tash. Nuk e di, po unë në 8 ora filloj një mësimin, më 4:30 marronje në këtu kur ishin në Zhubrin. Në Cërvejc punoj një ndërrim, punoj një masdite. Prej orës 1 deri në 5 ora. Punoj, kishe një shok prej këtu, një koleg, i ndjerë ka vdek. Bashkë me atë shkonim, me vinjëm, edhe bëjnëm punën si duhet ashtu. Tash, kushte ka, atëherë nuk kishte kushte. Tash pak ma tepër ka kushte, për shkolla Shqipe nuk ka liset. Por, diçka ma tepër ka kushte. Ka godina shkollore, kanë banka, kanë për nënsit, diku ka edhe kompjutir, ka pak kushte ma tepër, atëherë s'kishte një shkumës vetëm të thashe, në rast në zes, kushte nuk ishte ama, kishte vullnet. Ishte në ndërtim. Arsimtarët ishën pak kvalifikuar, me 8 vjeçare, numri ma i madh. Kështu para me kishte një 4-5, ata punojnë në klasë të larta. Mbeteshin përsëri ata me shkollë fillore. Kushtet nuk kanë qenë ashtë mira në fillim, krahasim me sot. Njëherë ndërtesa, mandej mjete, mandej kujdes, mandej të kontrollu, e tjere këtu. A keni patur probleme pushtetin e asaj kohe, për shembull, sidomos me diferencime që kanë ndodhur? Unë nuk kam pas problem me pushtetin e asaj kohe, për shkak se unë kam dhënë biologji mandej prej 69-ës e këndej, 1969 në këndej. Biologjia nuk na zhyt të neve shumë në politikë. Edhe që pushtetit nuk dyshonte shumë në ne. Po, kolegët tjerë kanë pas. Kështu, edhe të njëshin i diferencuan kot e për kot. Kështu di raste edhe në komunën e Oslomes, edhe në komunën e Zaj. Edhe pse shumë kolegë i kanë dëgjuar në emisione, kanë thënë se ka shumë ndryshime prej atëherë deri tash. Unë për shembull kam zhvilluar lëndën e biologjisë pa ndërprer prej 69-ës, 42 vjet e gjysmë, edhe një vjet më para si mësues. Unë atë kam gjetë mjete të një kolegut i cili ishte themeluesi të vjeçares në Zajas. Baftiar Rushaj, atëherë ishte Baftiari. Interesant se për kthimet e atij nga Maqedonishtja në ato vizatime origjinale që gjindeshin ishën jashtëzakonisht bukur të përkthyera. Ma vonë, sa u takon mjeteve për të pas vështirësi, unë s'kam pas. Pse? Ka pas herbariume të përgatit nga Zonsit. I këm caktu bimbët latinisht dhe shqip, në çdo fije të herbariumit. Kam pas insektariume, edhe atë në masë të madhe, ndoshta kam pas edhe 30-40 herbariume, 30-40 insektariume që i shërbesha dhe Zonsit në shkollat mesme prej aty. Fëmija e atëhershëm i klasës 7, klasës 6, që punonte ai me insektariumet, qetri me herbariumet, aty i shifte vizatimet e atij profesorit atëhershëm, atij themeluesi, drejtor bile ka qenë një kohë gjatë. Ishën original për kthejme. Këto kom një, si të thonë, një përshtypje të veçantë prej atij. Edhe ai ka dhënë të gjitha landët, jo vetëm një land. Shqip, histori, biologji, histori, matematik. Ai, si mësues, pa e kishte të kryme mbyllke shkollën e mesme fetare. Për hoq. Mandej i kvalifikohu. Normale. Që largë duhet të hecesh pothuajse çdo ditë. Kërkova të emërohem si arsimtar në tendesharin e servicës. Në fillim u emërova si arsimtar, një disa muaj të them, edhe mandej kur u hap konkurs për drejtor, konkurova për drejtor shkolle. Edhe t'i bim është mashkull, ka vitin 1966, në dhjetor gjatë 1966, u emërova drejtori i shkollës së servicës. E tash këtu bëra një lishim, një kërcim, se kam qenë si arsimtar edhe në qytetin e Këshovës. Me kërkesën time, unë isha
asaj kohë isha në Strelc, prej Strelc e kërkova për në Kërçovë, në të gjani Kërçovës, konkurova asaj kohë si mësimdhanës i diplomuar në gjuhën shqipe dhe maqedonishte. Se akademia, që atëre i quheshte Shkolla e Lartë Pedagogjike në Shkup, zhvilloheshte në 2 gjuhë, shqip, maqedonisht. Ashtu ishte dega, grupi, ashtu ishte. Edhe unë e kisha këtë kry, këtë grup, edhe me kërkesën time me konkurs, edhe këtu e mbrova në shkollën e Kërçovës, Sande Zhderëski. Aty kam punu 2 vjet. Pas 2 vjetësh, erdha për këtë që bëra pare skacim, erdha në Tedhesharen e Serbicës. Edhe t'i bim më shkurt, aty përfundoj edhe puna ime në arsim, me qenë se më vitin ime në shenë 81, filluaj diferencimi politik edhe në largun prej pune për shkaqe politike kuptohet. Prej asaj kohe ma nuk keni punësuar, nuk keni Prej asaj kohe nuk jam punësuar. Prej asaj kohe kam prit disa vite me kërkesa, me ankesa, me se e ndjesha vetën të pafajshëm, kupton? Por nuk vlen të ajoni, kërkesat tona nuk vleq, situata fillit të keqësohet, edhe pas largimit Sulës edhe i Merit, që ishin të diferencuar dhe ato u largun prej Italie shkun për në Amerikë, si emigranta, edhe ndaj me e fillu në kështu presionet, e pashtë të arsyshme që edhe unë të largohen. Edhe ka viti 1987, unë jam largu prej këtu, kam shu në Amerikë si në fillim kuptohat si emigrant me kërkesën time edhe me ndihmën e djalit tim i cili ishte në atë kohë ishte me punë në Amerikë, edhe kishte shtetësinë amerikane. Edhe ase kohë e bëheshin letar shumë shpejt, prindi me tash kërkesë kur djali bën për babë për nënë, nuk shkonte më tepër se 6 muaj. Për 3 muaj u rregullon dokumentet, edhe që 24 vjetë se jam në Amerikë. Familja ime ka qenë ma e ngritur, mendoj në atë kohë. Se baba ishte si hoxha, ishte i shkollum, ishte krye një medreze në atë kohë Turqisë, në Shkup. Edhe a ishte pak ma e ngritur. Dhe gjithmonë edhe prandaj vendosi ai që të parsimojnë, po kushtet ishin të vështira, prandaj së shkonjë i rregullt, mendoj. Po edhe unë do shkonjë edhe i rregullt, po atëherë në Serbisë ishte si inspektor u posolla në kollar. Vështirë ishte për shkak se për kushte si punonim, atë ke fjalën, a? Kushte punonim në kushte shumë të vështira. Në medreze, për shembull, në ndrovish të vogël në kollar në shtëpi private, në ndrovish të madh në shtëpi private, shtëpi të lëndme, pa merremetime. E kështu vështirë e kishte. Punonim në 3 fronte ishte vështirësi e jonë. Njerë në alfabete. Neve ishim edhe entuziazmi madh ishte joni, se si arsimtar më atë kohë ishte në madhe t'jesh, sidomos mas që u mbaru lufta. Pra, du të tregoj se njëre ne kishë të vajmë me popullatën që nuk e dinte që është edhe arsimi. Kishë të vajmë me popullatën që për shembull edhe e vobekët, për thënë edhe me vobeksin. Kishte fëmijë për shembull në Zajas, vinin prej Bashkishti, vinin prej Kollare, pas fitës bathur, pa veshur, do thënë edhe këtu me vobeksin. E pastaj edhe një tjetër, kishte një tjetër problem të regjimit të atëhershëm.
ku ishte shpërbulia e madhe për Turqi. Propaganda ishte e madhe që të deklarohen njerëzit si turq që të mundet të shkojnë në Turqi. Edhe aty kishim një problem të madh me popullatën, për shembull, që mendojnë të shkojnë në Turqi, po do të thosh ne arsimtarët pse da ka dhënë ajo puna, dhënë të neve se ne ishim ata të arsimit që do të tregojmë se ai nuk është turp, po është shqiptar, s'ka nevojë të ndrroj kombin, se me 2 dëshimtar shkonte në komunët në atë kohë. Për shqiptari bëshe turp që të mund të shkojnë në Turqi. Shqiptarët, jo komuna. Shko me shkop, thamë nek me jelë kështu një grue ishtë atë. Pra që dëmë shko në Kërçova, nuk kava. Dhe të rrisë vishë. Shko në tha ke puna. U këthem prap ke puna. A e kryetari Gjoqe Petrovit, Gjoqe s'ke kështemi, shumë burri me erishte. Ku vere ju në Kërçova? Në Kërçova nuk kini ajo, shumë mirë jeni këtu, të maroni fakultetin e këtë qatë. Ne të rrimë atë përkullim fakultet. E mas një vjeti, 29-ën, o 5 botëm, e në Lirahun, erdhe në Gostivar. Asë në Kërçova, asë Gjoqe Petrov. Në Gostivar, unë ishë në banjicin e poshtër, për të i bardarit. Ramazani që i katon në Zunjë. E atynik, netëm disa vjetë, Ramazani më duke se erë në Kërçova, unë beta dhe pak po një shok të një katonarë, ishte në qafë. A e që pak si bedatë vogël, se shkonte në punë, e do të roba të bitëm të roba një të bitë në qafë. Arruva balashe. E tinte, me qafën. E ne, ashtu një, erdhe në qafë, unë katonarët në pësërbiste, o që bela. Po një sërin për qafë, nuk o dha pi balash ky, dha kjo pi kasësh, se mora që atë vërtetimi si në redin zindeli kem balash. E ashtu një, 2 vjetë qafë, prej qafë, shka boshtarë. U këtheva për ushtrije, erdhe si vohën, votën Gostivar prap, se këtu nuk ishe mish, nuk ishe njëri. Baba mi shti potor i e korudhës, asë një të njëri asë Shkonë Gostivar, azem sërfiqari. Ishte ma të kohë, u këthea prapën kryetari i komunës, Gostivarit. Shumë bërë me erishte. Me ishte inspektor, më se bu kryetari komunës, më respekton të shumë mu. Kështu këdha o, po e një sa shko sa venca si rondo. E përkati një tjetër, Makedon, Bucedon, e në më qonë në Pazarisht. A që që në 4 arsimtarë, e më qonë si drejtor dhe sa në vend të isha. Se vitin tjetër më lironve, një më qënë të topë, ujna, e në Pazarisht, arsimtarë. Aty e bona si gjatë. E pas e erdhe në Kërçova. Në Kërçova në këtunik ishte randë, por një baka e Pino Vaseli e njifte atë qanë në qalnikun, a i piporeqe, se botëm, ne, jo kjo e që do të shkojnë në Turki, ma të shkojnë në Turki një ditë, ma të këtojnë nuk shkojnë në Turki, nuk kapen. O të dalë që që bakë, do, dërku jebe, se unë grunë kom Pino Vaseli, përke gjire në Vaseli. Që kja, se këto të kubre, e të mo. Me ato në bashkë, pam të tërë në shkëri. Ashtë i birë, i bërte që stojan këtë se ka qëra. Këtë gjokë, po pasë të ojë, me të beshe ka mene. Këtë e kam pëllandër sa unë, këti vetë që është. U posë e betë bakja,
mësohen në zajas këtë qja, atë 2 vjetë arsimtar, prej aty më steduran një kondolencë, këtë vjeqarja, atë një 4 vjetë, prej atë edhe në Sërbi 6 vjetë. Arsimtar 20 vjetë. Gjenë mbështetje mungesën e mjetëve të konkretizimit, mjetë audiovizuale e kështu me radhë, shumë mos t'i përmesin me radhë se shka shumë nevoj për shembull për aplikimin e një nësie, për shembull veçanë një nësie mësimore në grupe, një zhvillim të një shkronje, çka duhet dhe si duhet shumë, ka shkolla ma me mjete konkretizimi, ma me mjete konkrete për punë, aftësimin e nxënësve të kanë pas parashkollore, sqerdhe fëminore, kurse këto të ne shkojnë direkt prej këtij viti hap parashkollorja, nxënësit që ma pa përgatit tash fillon parashkollorja, do të jenë prapë ma përgatit, ma me njohuri, hynë në klasën e parë me një koncepcion ma konkret, ma precis, kurse këtu tash ne mundohemi me mjete vetë, diçka mundohemi të bojmë, diçka kemi, po ai proces puni nga ana e mjeteve të shumë i cekët, shumë ka nevojë për ata të... Sidomos në kohën e kompjuterizimit. Sidomos kohën e kompjuterizimit e të shkollave të duhet shumë për tepër, po do të marrim edhe iniciativa që edhe ta kemi edhe mos ma pak një kompjuter që ta kemi në shkollë të njifet me koncepcionin nxënësit, ketë një pamje një... Kjo klasë nuk ballafaqohet me probleme të tjera, për shkak se janë në afërsi, disponojnë me libra, kurse janë të rregull në procesin edukativ arsimor. Çka tjetër do të na thoni? Kur gja nuk do thon tjetër, vetëm se them që prindët tonë mos i marrin nxënësit me vete jashtë shteteve tjera, por sikur të jenë më mirë në vendin tonë dhe kjo klasë të ketë një numër më të madh nxënësish e jo të disponojë me numër minimal me 18 nxënës. Dhe 2 fjalë rreth aplikimit të metodës së punës së nxënësve në grupe. Po kjo metodë tash për tash jemi duke punuar me këtë metodë, por siç e duke deri tani tregon suksese më të mira në procesin edukativ arsimor. Është ndërtuar në vitin 1981 me vetë kontributin e fshatarëve, kurse vendin për ndërtim e fali një bashkëfshatar, Sadin Osmani, e prej kësaj kohe, do me thanë, filloi edhe ndërtimi, kurse u hap në vitin 1982. Në fillim kjo shkollë ka numëru afër 112 nxënës, por me migrimin e nxënësve të prindve, ky numër gradualisht stagnon, që këtë vit kemi afër 82 nxënës të rregullt, edhe për vitin në fillim kemi edhe parashkollat foshnjore që numëron afër 17 nxënës. Zoti Derush, këtu vërhet se në të gjitha shkollat fillore me mësim në gjuhën shqipe të komunës sonë, ndoshta edhe më gjerë, numri i nxënësve gradualisht voglohet. Pikërisht kjo për shkak të migrimit të shpërnguljes së nxënësve atje ku prindrit e tyre punojnë dhe veprojnë. Kjo, si thatë edhe ju, është manifestuar edhe në shkollën tuaj. A keni ndonjë porosi, si do t'i porositni gurbeçarët ose të tjerët për ndërprerjen e kësaj dukurie? Kjo është porosi gati e të gjithë kolegëve të mi, por edhe imja, është e rrugës që nxënësit e tyre ose fëmijët e tyre mos i marrin me vete, do me thanë në ata vende ku ata punojnë, sepse e humbin gati edhe gjuhën, edhe jetën e vete, perspektivën e vete, prandaj i këshilloj që ti ndalin të vazhdojnë shkollimin gjuhën e vete amnore
Si edhe me Ministrinë Rajonale të komunës tonë, do të grejmë iniciativë për ndërtim të një objekti të ri, kështu që edhe dëshira jonë e kahmoqme të plotësohet, që edhe neve, edhe fshati jonë të ketë një objekt të ri, ku do të mundet lirisht zhvillohet procesi edukativ arsimor në këtë fshat. Ju me siguri në mbledhjet e bashkisë lokale keni diskutuar këtë problem, thatë përmendët edhe më parë. Si është disponimi i fshatarëve për të nda njëjtë materiale, kuptohet të ndihmuar edhe nga Ministria Republikane e Arsimit për ndërtimin e një godine të re shkollore këtu në fshatin tuaj? Bashkia lokale ka mjaft interes, do thotë është interesuar për ndërtimin e një objekti të ri, ka iniciativë, mirë po duke marrë parasysh aksionet e ndryshme që kanë ndërmarrë gjatë viteve të fundit. Ja, tani patëm një iniciativë dhe e konkretizuam me sukses ndërtimin e rrugës së fshatit, asfaltimin gjithësisë të saj, dhe fshatarët tonë kanë qenë mjaft të prekupuar dhe të angazhuar me këtë problem, që do të thotë se në të ardhmen nuk do të ngecë edhe në këtë drejtim. Mendoj se fshatarët janë teshëm për shkollë.